Prefekti i qarkut të Vlorës Evi Sallushi u takua në pikën kufitare të qafbotës me zëvendës kryeministrin e Greqisë, Kostas Hatzidakis, dhe përfaqësues të institucioneve të zonave fqinje. Në këtë takim ishin të pranishëm edhe deputeti i qarkut të Vlorës Vasil Llajo, kryetari i Bashkisë së Konispolit Ergez Dule dhe nën prefekti Kristo Kiço. Gjatë bashkëbisedimeve u diskutua mbi forcimin e bashkëpunimit ndërkufitar, përmirësimin e funksionimit të pikës kufitare dhe lehtësimin e lëvizjes për qytetarët, biznesin dhe turizmit në të dy anët e kufirit. Prefekti Allushi vlerësoi rëndësinë e komunikimit dhe bashkëpunimit institucional mes dy vendeve, duke theksuar se qafbota mbetet një pikë strategjike për zhvillimin ekonomik dhe turistik të zonës. Ajo nënvizoi se bashkëpunimi i vazhdueshëm mes institucioneve kontribon në forcimin e marrëdhënieve mes komuniteteve dhe në përmirësimin e shërbimeve për qytetarët. Nga takimi që sapo përfundoi dhe diskutimet që u bën aty si nga pala greke dhe nga pala shqiptare, rakorduam së bashku që dogana në qafbot si një pikë strategjike dhe shumë e rëndësishme bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve tona do të arrijë në një përfundim të përbashkët të jetë një funksionim 24 orësh. Një funksionim i cili do të ndihmojë palën shqiptare dhe palën greke, do të ndihmojë të dy popujt e vendeve tanë për bashkëpunimin ekonomik, bashkëpunimin njerëzor, por edhe për bashkëpunimin në kuadër e zhvillimit të turizmit, sidomos gjatë sezonit turistik të këtij viti.